Sot, para jush dhe shqiptarve, paraqes faktin tronditës, paraqes dokumentin që dëshmon se kreu i organizacë kriminale Edi Rama një heras padrino i të gjithë mafjes shqiptare është autori i vërtet që ka organizuar dhe urdhëruar hakerimin e SPAK-ut dhe dosjeve në SPAK. Ju lutem ndëgjojeni. Përshëndetje doktor, një informacion të veçantë tek dosja hakerimit të sistemit të SPAK-ut, hakeruesi përmend emrin e Ramës si personi që mund të ketë urdhëruar hakerimin. Pjesë nga dosja me datën 12 shkurt 2025, ora 21:17, Arnold Rokaj i dërgon Zambak Gjonit një foto që duket si faqe interneti nga e cila mund të aksesohet sistemet e SPAK-ut. Më pas, ai i dërgon një SMS me përmbajtjen. Mos e hapsha dot. Më tej, Arnold Rokaj i dërgon sërish një SMS Zambak Gjonit. Se do t'i shkruaj Rams e hajt t'ja u bëjmë ropt. Pra, Arnold Rokaj e kishte numrin e Rams. Dhe Arnold Rokaj, sa po të hapte faqen, do t'i dërgonte Rams të dhanat e faqes, hajt t'ju bëjmë këte late me gjuhën e lubis, se këte gjuhë kishë ata njëri me tjetë, ja paloshe, jo këshu e është gjitha më tapja. Pra, nga përmajtja e këti komunikimi, krijohet bindje arsyeshme se veprimet e tetuarit kanë të bëjnë me ndërhyrje të paautorizuar në sistemet e SPAK-ut, me qëllim dëmtimin e tyre përmes shpërndarjes së dokumentave tek persona të tretë, duke dërguar Rams dokumentat.